Trajneri anglisë Thomas Tuchel ka shpallur listën e lojtarëve për ndeshjet kualifikuese të Kupës së Botës kundër Serbisë dhe Shqipërisë. Ndeshjen e fundit duke ftuar për herë të parë Alex Scott dhe ka rikthyer në skuadër yllin e Realit të Madridit, Jude Bellingham. Anglia ka siguruar tashmë kualifikimin për botrorin e ardhshëm, i cili do të mbahet në SBA, Kanada dhe Meksik, pas një ecurie perfekte me 6 fitore në po aq ndeshje. Kjo i ka dhënë Tuchelit mundësinë të eksperimentojë me përbërjen e ekipit. 22 vjeçari Alex Scott, me sfushori Bournemouthit, po kalon një sezon të shkëlqyer në Premier League, ku ka qenë titullar pothuajse në çdo ndeshje dhe ka shënuar golin e parë në fitoren ndaj Brightonit. Scott ka qenë pjesë e kombëtares angleze U21, që fitoi kampionatin evropian këtë verë dhe ka përfaqësuar vendin e tij edhe në nivelet U20, U19 dhe U18. Ndërkohë Jude Bellingham është rikthyer në kombëtare pas operacionit në shpatull që e mbajti jashtë fushave gjatë verës. Me sfushori i Realit të Madridit ka gjetur formën e tij më të mirë, duke shënuar në 2 ndeshjet e fundit të La Ligës, përfshir golin vendimtar në fitoren përballë Barcelonës në El Clasico. Rikthimi i Bellinghamit dhe debutimi i Scott kanë sjellë ndryshime në listë, me Jack Grealish, Myles Lewis Kelly, Ollie Watkins dhe James Trafford që nuk janë përfshirë këtë herë. Në skuadër janë rikthyer gjithashtu Phil Foden, Adam Wharton dhe Nick Pope. Me gjithë formën e shkëlqyer të tij, sulmuesi Danny Welbeck nuk është përfshirë në listë, edhe pse ka shënuar 6 gola në 10 ndeshje me Brightonin këtë sezon. Kështu Harry Kane mbetet e vetmi alternativë natyrale si numër 9 në skuadër. Grumbullimi për ndeshjet me Serbinë dhe Shqipërinë do të jenë edhe të fundit të Anglisë para fazës përgatitore të botrorit që do të zhvillohet vitin e ardhshëm.